shpella, siç për informacione që na kanë dhënë ato njerëzit e vendit, thonë që në këtë shpellë belerët e vjetër hidhshin në këtë shpellë dashnorët e veta kur ngeshin 7 zonë për mos t'i gjetë, për mos t'i zbulu gruaja. Kjo është historia që na tregojnë ne, është historia e hidhur, po. Që ka histori makabër, por për çfarë epoka, për çfarë periudhe bëhet fjalë? Pra bëhet fjalë për shumë vite përpara, ndoshta shekuj, apo është diçka që ka ndodhur së afërmi? Jo, atëherë, tani kjo histori eksakte ne nuk mund ta themi sepse nuk e kemi qartë, po flitet në kohën në pushtimin otoman. Nuk flitet në kohët e fundit. Përpara. Vitin 800, fillimi vitin 1900, po datët eksakte ne deri tani nuk s'kemi arritë për fat keq që t'i gjejmë. Pra, ajo që ka ndodhur është një farë takimi i legjendës me faktet. Me faktet. Pra, duke qenë se ju jeni kurioz dhe eksploroni shpella, ju keni gjetur disa fakte, materiale, që ndoshta provojnë legjendën. Dhe nga çfarë keni parë ju, çfarë mbetje shkockore janë gjendur? Çfarë pjesë e trupi? Kafka, gjymtyr, çfarë mund na thuash më tepër? Atëherë po, ne kemi qenë, në fakt ka qenë një stërvitje e shpëtimit të Akademinë Speleologjike të Shqipërisë, që është një skuadër vullnetare që synon t'i vinë ndihmë gjithë atyre që ka probleme në terrenet vështira. Dhe duke qenë se kjo është nga shpellat që frekuentohet më së shumti nga speleologët dhe shkencëtarët e ndryshëm, ne vendosëm që të bëhemi gati nëse do të duhet ndërhyrja edhe do të ketë raste të vështira. Për shkak se niveli i ujit, pra po flasim për të njëjtën shpellë për të gjithë ata që mund të gatrojnë për shpellën ku ndodhet liçeni Neuron, që është zbuluar për së fundmi, liçeni më i madh termal i botës. Por këtë hyrje që kemi bërë në shpellë në këtë periudhë të vitit, ne kemi vënë re se niveli i ujit ka rënë rreth 1,5 metra, 2 metra, dhe për shkak të kësaj ne kemi arritur të identifikojmë edhe mbetjet kockore. Nga ajo që kemi parë, ne dyshojmë se janë mbetje kockore humane, por kjo ngelet pasaj për të bërë analiza të mëtejshme nga profesionistët e fushës. Nga ajo që mund të shikojmë me sy të lirë, janë mbetje kockore të kaftës, të pjesës së fytyrës, edhe të pjesës së gjymtyrëve. Nga ajo që mund të identifikojmë me pjesën me syrin e lirë edhe jo të një profesionist të fushës. A mendoni se mund të ketë edhe eshtra të tjera, pra persona të tjerë që mund të kenë ndërruar jetë përpara shumë viteve? Çfarë dyshoni ju? Ndoshta, por kjo kërkon që të bëhet një sondim edhe një eksplorim edhe më i gjerë i shpellës. Fillimisht do duhej që të bëhen analizat për të përcaktuar pak a shumë një datë të kujt periudhe i përkasin, në timin që të fillohet të mbledhet të gjithë informacioni për gjitha rastet që mund të jetë të dyshuara për shumë herët ose për disa vite më parë. Pasi eshtrat, ajo që mund të themi me një vështim shumë thjeshtë është që janë disi të vjetra, pra nuk është një ngjarje që mund të kenë ndodhur kohë të fundit. Dhe këto eshtra, pra, a ka mundësi të vlerësohen nga specialist shqiptar, nga ekspert shqiptar, apo duhet ekspertizë e huaj, pra sepse ka disa metoda shkencore që përcaktojnë e para se cilës specie apo çfarë lloj eshtrash janë, siç na thanë me drejt, pra janë humane apo me natyrë tjetër, pra mund të jenë kafsh. Dhe e dyta, vjetërsia e tyre, pra bëhet në Shqipëri kjo apo bëhet jashtë shtetit ky vlerësim? Po fillimisht do duhej që të nisej me një analizë shkencore nga autoritetet mjekësore, nga policia shkencore në tej, por duke lexuar dhe raste të tjera, është dashur dhe ndërhyrja e laboratoreve më të specializuara. Ne shpresojmë që të arrihet në Shqipëri në mënyrë që të kemi një informacion sa më të shpejtë dhe të detajuar. Ndërkohë Erkin, ne na shkon mendja gjithmonë për ters këtu në studio, nuk e di pse, është lloj studios. Po sikur ato eshtrat të rezultojnë eshtra speleologësh të pakujdesshëm.
pikërisht për këtë, doja ta pyesja dhe Erkinin. Mendon se mund të ketë ngesur dikush që ka dashur të eksplorojë përpara shumë viteve, pra terreni si është? A futet shkollaj? Përshëndetje dhe i herë. Duke qenë se pjesa shpellës ndodhet në një shpat malor, terreni edhe është disi jo shumë i arritshëm, por edhe vrima të futur është e kollajt. Çdo gjë mund të ndodhë, ja, sepse duke qenë që është një pjesë që është ka rrezikshmëri, pavarësisht se nga autoritetet është vendosur kohës së fundit dhe një tabelë që thotë edhe shqip edhe anglisht që bëni kujdes të gjërët, por në kohët më para normalisht ku mund të jetë mbuluar me ferrat ose gjëra dhe pa kujdesi, ndonjë bari ose kalimtari, siç mund të jetë dhe kufi që mund të jetë kaluar për Greqisë, çdo gjë mund të ndodhi. Por që përcaktohet, më mirë edhe që pregu dhe Ornolti që e mirë dhe ishin bërë analizat. Si për që dohet, në momentin që zbulohet kjo gjë, ne normalisht në anë ligjore kena të drejtë të lajmërojmë autoritetet, siç e lajmëruam dhe kanë bërë një punë goxha të shkëlqyer. Ngele për të falendëruar dhe policia e Ersekës nga gatishmërinë që tregoi dhe për bashkëpunimin që e mori seriozisht të gjë. Dhe kjo ngelet ishin në dorë të autoriteteve shqiptare me gjithë materialet që i kena dhënë që të vazhdojë. Janë në proces studimi dhe analizimi të gjërave, deri në një moment të dytë kur do na japin një indicie dhe diçka. Ne shpresojmë që të qenë sa më të vjetra, sa më të vjetra të qenë, edhe sa më shqiptarë të qenë, aq më mirë dhe aq më nder i bëjnë këmbët, pavarësisht se është një vdekje, por që tregon një histori të shumë vjeçare që çfarë mund të kenë ndodhur dhe një pjesë edhe asaj që prek edhe ju legjendës, ku prek legjenda me realitetin, ndoshta disa gëjdhona ose mund të marrin një hon më të madhe ose mund të zhduken aty për një mister sa më qartë. Ne tham që ka disa gojdhëna për këtë shpellë, të parën e tham, por qëndron dhe një variant tjetër. Në kohën e komunizmit, çfarë mendohet se mund të ketë ndodhur këtu? Çfarë skenarësh janë bërë brenda kësaj shpelle? A janë hedhur njerëz vërtet, siç pretendohet dhe siç thot zona përreth? Këto janë llafe që thon njerëzit, pastaj se janë vërtet apo nuk vërtet, për ta kuptuar një gjë të tillë duhet me bën një kërkim shumë delikat, shumë timet ku don kohë dhe to kohë dhe fonde, sepse një kërkim e tillë në një shpellë të tillë nuk është aq e kollajt sa po mund të bëhet një kërkim i imët për të zbuluar se është e vërtet ajo që flasin për Kopilen apo për njerëzit që janë vrarë, i kanë rrëzuar ose kanë rrëshqitur në male. Ne si shoqat për çfarë na përket neve mund ta bëjmë kërkimin nëse na vjen, na kërkohet nga policia e shtetit, nga dikush që ka të drejtën e këtij operacioni. Nuk e bëhet kërkimet. Por nuk mund të themi eksaktisht me të vërtetë se është kjo apo jo, ku nuk kemi prova 100%. Në profilin tuaj është shkruar që dikush mund të ketë njohuri që këto eshtra datojnë në vitin 1944 dhe mund t'i përkasin një ushtarit britanik. Tani pyetja lind këtu, çfarë janë bërë me këto gjetje të kockave? I ka marrë policia apo? Aktualisht, në momentin si për që dohet anën ligjore dhe që ne dhe e zbatojmë atë gjë. Në momentin që gjendet një skelet kockor, që mendohet që është një skelet kockor, ne njoftojmë autoritet përkatëse, të cilët janë njësitë e policisë. Duke i stërvyer gjithë materialet edhe gjithë pjesën e logjistikës edhe gjithë pjesën që ka poshtë, edhe policia merret me atë pjesë. Aktualisht është rrethuar zona që mos të hyjë njëri tjetër dhe është këshill edhe një thirrje që çdo speleolog që e vjen duke qenë që është edhe shpella dhe ajo pjesa historike ka qef të shkojë të bëhet pjesë e historisë. Aktualisht është rrethuar dhe hyrja është e pamundur dhe nuk duhet të shkojë njëri derisa të mbyllen hetimet ose analizat kockore. Kështu që mos marrë askush iniciativën që të shkojë sepse është një shkelje e ligjit. Shumë interesante dhe kjo pjesë. Vendos autoritetin shqiptar. Shumë interesante. Pjesa tjetër, duke qenë që
pavarësisht janë kockat e vjetra, edhe ato meriton respektin e vet. Dhe duhet historik i kësaj gjëje. Dhe po merret autoritetet shqiptare me gjithë pjesën dhe analizën, deri kur ato të nxjerrin në një konkluzion, siç tha dhe Rolandi që parë, deri kur na kontaktojnë në një moment të dytë ose të shohim si do procedohet, ne jemi në dispozicion të njësive shtetërore deri në mbylljen e kësaj gjëje dhe ndoshta mund të bëjmë një analizë më shumë apo pak. Sa i përket pjesës që ka historik edhe nga siç e përmendet një ushtar britanik, gjithë këto, duke qenë që vetë ti është një ndër shpellat në Europë dhe është normal janë botë, janë ndikues dhe janë faktor të lindjes së shumë historive. Këto ngelen thjesht në studim deri në momentin që nuk ka një analizë të nxjerrë një përcaktim të asaj.